Fati e ka shpëtuar 20-vjeçarin Zef Lulashi. Mëngjesin e së shtunës Siriu po drejtonte me shpejtësi mjetin e tij në aksin e Komanit në Vaun e Dejës, kur papritur makina doli jashtë kontrollit dhe u rrokullis mbi 20 metra poshtë. Një shkëmbë ka shpëtuar drejtuesin e mjetit që të mos përfundonte në lumin Drin, çka do të ishte fatale për jetën e tij. Gjithë skenën e ka parë një barizon në Smajl Geci, i cili ka dhënë 20-vjeçarit më njëherë ndihmën e parë. Bariu rrëfen momentet dramatike. Erdhi një shofer, nuk e njofta, edhe urzu para syve mi. Kam hez vrap edhe i kam dhënë ndihmën e shpejt. I kam bërë frymëmarrje në gojë, i kam fërku zemrën, ka një makinë, shpejt e kana vue edhe kana nisë për spital. I shodha pështën. E pyeta thajem vetëm. Po, foli herë, pak, në gjatësi foli. Mrapa në herë të dëpsua. 20-vjeçari u transportua në spital me një makinë të rastit dhe sipas bluzave të bardha ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes, grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ku paraprakisht dyshohet se shkaku ka qenë drejtimi pa rregull i mjetit.